Helika e skafit i preu këmbën, policia reagon për ngjarje në Vlorë i plagosuri një 17 vjeçar. Ranga mjeti lundrues dhe policia e Vlorës ka reaguar zyrtarisht lidhur me aksidentin e ndodhur pas ditën e sotme në det ku mbeti i plagosur një 17 vjeçar. Pas raportimeve të para për ngjarjen, autoritetet kanë dhënë detaje paraprake, duke bërë me dije se i mituri u dëmtua pasi dyshohet se rrëshqiti dhe ra në pjesën e motorit të një mjeti lundrues gjatë lundrimit nga Karoburuni drejt molit të Vlorës. Vlorë, informacion paraprak, rreth orës 16:50, një mjet lundrues me drejtues shtetasin e i 32 vjeç, ka qenë duke lundruar nga gadishulli i Karaburunit në drejtim të molit në Vlorë. Gjatë lundrimit, njëri prej pasagjerëve, shtetasi SC 17 vjeç, dyshohet se ka rrëshqitur dhe ka rënë në pjesën e motorit të mjetit lundrues, e si pasojë e së cilës ka pësuar dëmtime në pjesën e këmbëve. Shtetasi dëmtuar është transportuar me ambulancë në spitalin rajonal Vlorë, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë ka nisur veprimet proceduriale për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, shkruan policia.